Përshëndetje të dashur miq, sot do të bëj glikon me ara. Atëherë, si fillim, arat i kam lar, i kam pastruar dhe i pres bishtin dhe majën. Me një majë thike i çaj ose më saktë i bëj nga një vrim që t'i kontrolloj a janë të njoma apo jo, dhe dy t'i hapim vrimën që të dalë ytësia nga brenda. Kështu do veprojmë me të gjitha arat. Këtu kam 2 kg ara dhe do bëjmë këtë njëjtin veprim me të gjitha arat tona. Do vendosim doreza sepse arat të bën jashtëzakonisht shumë pis dhe është shumë e vështirë që të iki dhe të lahet. Atëherë, arat i kam hedhur në një enë, te kjo ena do t'i lë për 5 ditë, por do t'i derdh ujin mëngjes darkë, do t'ja derdhim ujin, do t'i hedhim ujë të pastër. Do t'i ndrojmë ujin për 5 ditë. Derisa thika futet rehat, do të thotë që ara është akoma e njomë, e freskët dhe është në rregull që ne të bëjmë glikon ton. Për 5 ditë do t'i ndrojmë ujin në mëngjes dhe në darkë, 2 herë në ditë më saktë, sipas mundësive. Do t'i ndrojmë ujin dhe pas 5 ditësh do fillojmë procesin e bërjes së glikos. Që thash me një majë thike, bëjmë këtë veprim. Kjo nga tregon që arat janë të njoma, të freskëta dhe i ndihmojnë që të dalë ytësia. Do t'i mbushim me ujë, gjithmonë i mbushim me ujë plot, që arat të rinë brenda në ujë. Të jenë të zhytura komplet brenda në ujë. Mos të jenë sipër, siç e shikoni, do jenë komplet brenda në ujë. I vendosim kapakun dhe do bëjmë të njëjtin veprim 2 herë në ditë për 5 ditë rresht. Arat i kam lënë për 5 ditë në ujë, por duke ndruar ujin 2 herë në ditë. Atëherë ujin e kam ndruar në mëngjes dhe në darkë. Kam derdhur ujin që rinin, kam hedhur në ujë të pastër. Këtë veprim do bëni për 5 ditë me radhë. Atëherë, në një herë kam tretur një dorë të vogël gërqele dhe kam hedhur ujë dhe do t'i lëm të rinë arat për 3-4 orë në ujë me gërqele. Atëherë, pas 3-4 orësh, do t'i vendosim, t'i ziejmë dhe do t'i derdhim 3 herë ujin e parë. Arat i kam nxjerrë nga uji me gërqele, i kam shplar shumë mirë dhe i kam vënë të ziej. Siç tham, do t'i derdhim 3 herë ujin. Nga momenti që të marr val, e lëm 2-3 minuta, ja derdhim ujin e parë e kështu bëjmë 3 herë me rresht. Arat i kemi zier 3 herë dhe i kemi derdhur lëngun, ujin. Dhe tani do të shtojmë sheqerin. Për 1 kg ara unë kam 800 gram sheqer. Dhe kam 1 litër ujë. Dhe këtu kam gjysmë litër. Në total 1 litër e gjysmë. Atëherë, në vazhdimsi do t'i shikojmë si për sheqerin edhe për ujin, sepse arat do t'i zijnë për 5 ditë rresht, jo non-stop. Do t'i zijnë ditën e parë, do t'i fikim, do t'i lëm të rinë gjithë ditën e gjithë natën, të nesërmen do t'i zijnë përsëri, edhe kështu me radhë, 5 ditë rresht. Siç bëjmë edhe me glikot ose me reçelet e tjera që i bëjmë, unë them gjithmonë që bëjmë mirë t'i zijnë më shumë se 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, sa më shumë t'i zijnë, aq më të mira bëjnë, plus që mund t'i konservojmë dhe shumë mirë gjatë dimrit që mos të prishen. Do t'i trazojmë në fillim nga pak që mos të prishim dhe ara sa të shkrymi sheqeri dhe do t'i lëmë që të fillojë të zijë. Kur të fillojë të bëj shkumë, siç bëjmë gjithmonë me glikot me reçelet, heqim shkumën dhe e pastrojmë. Ditën e parë nga momenti që të marrë val, do ta lëmë të zijë për 1 orë glikon. Kjo është dita e dytë që glikon me ara e kam vënë të zijë, e lëm nga 1 orë pothuajse çdo ditë, megjithatë do ta shikojmë në ditët në vijim. Ditën e parë lash 1 orë dhe sot po 1 orë. E fikim, do ta lëm të ftojë komplet, të nesërmen e vëmë përsëri. Sot është dita e tretë që ziej glikon, siç e shikoni, ka marrë ngjyrën e glikos të arës. Sa vete po merr aromën dhe shijen e vet. Arat janë shumë të mira të paprishur, ashtu siç duhet të jenë. Siç tham, çdo ditë nga 1 orë për 5 ditë. Kemi edhe 2 ditë të tjera dhe glikoja jonë është gati. Kjo është dita e 4 që vë glikon e arës për të zier, e lëm 1 orë, gjithmonë në zjarr të ulët dhe duke e kontrolluar. Sot është dita e 5 që e ziej glikon e arave, siç e shikoni, është drejt përfundimit.
Kur glikot nxjerrin shumë bulza ose reçeli ka arritur në fazën finale, do thotë që sherbeti ka filluar të trashet dhe është pothuajse gati. Jemi drejt fundit. Tani në fund shtojmë gjithmonë aromrat. Kemi disinfektuar kavanozët duke i zier, siç bëjmë gjithmonë kavanozët bashkë me tapat, i ziejmë në tenxhere me ujë dhe i lëm kokë poshtë të pullojmë. E kemi gati për të hedhur glikon ton. Atëherë, në fund do shtrydhim gjysmë kokër limoni. Në përgjithësi kështu bëhet me çdo gliko, me çdo reçel, marmalat, çdo lloj gjëje që të bëjmë. Do t'i shtoj vanilje, kjo është vanilja që unë bëj vetë, e kam treguar edhe në faqen time. Do t'i hedh një lugë gjeve dhe për herës tjetër do t'i shtojmë karafila. Atëherë i shtojmë karafilat sipas dëshirës. Sa copë të doni, varet sa të fortë të doni aromën e karafilit. Këtu kam dhe 100 gram bajame. Bajamet i kam qëruar nga lëvozhgat dhe i kam pjekur pak. Dhe ja hedh arave, ndërkohë që do shoqërojmë dhe do shërbejmë në pjatë glikon e arave. Në pjatë më do vendosim në një bajame. I shkon shumë mirë dhe del e shkëlqyer. Atëherë, ky është fundi, i kemi hedhur erza. Sherbeti, siç e shikojmë, është trashur, është në rregull. Çdo gjë është në rregull. Sigurohemi që s'ka nevojë për gjë tjetër. E fikim dhe fillojmë të mbushim kavanozat që të filetohen. Sa është e nxehtë, gjithmonë glikoja, reçeli, marmalata, prevedea, çdo gjë që do bëjmë, i filetojmë enët që i hedhim, që të durojnë dhe të jenë më mirë për dimrin, mos na prishen shpejto. Ta hapim momentin që duam dhe të jetë në gjendje shumë të mirë. Glikon me ara e kam përfunduar, është gati, ka dalë super e shishme, ju e dini që glikoja me ara është shumë e shishme. Provojni, ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.